sa herë që mund të ndihem një si lodhje që shkaktare mund të jetë ose ndonjë toksifikim i mëlçisë, ose ndonjë çrregullim i funksionit të veshkave, ose ndonjë çrregullim në sistemin e tretjes, le ta marrim këtë si një mik të mirë që na jep një energji me vërtet shpërthyese për trupin tonë. Mbron qelizat nga stresi oksidativ. Të gjitha ato vlerat që unë përmenda më sipër, jo vetëm si acidi rozmarinik dhe flavonoidet, por edhe terpenet që ndodhen në brendësi të këtyre gjetheve, atëherë këto kanë veti që të frenojnë plakjen e trupit dhe të trurit të njeriut. E di që të gjitha femrat jam i bindur do ta shikojnë rozmarinën si një mikesh të mirë të tyre për përmirësimin e qarkullimit të gjakut në skalpin e kokës, për përmirësimin jo vetëm të qarkullimit, por edhe të përbërësve në pjesën e sipërme të epitelit të lëkurës. Aty neve mund të kemi qeliza të vdekura, mund të kemi bakterie të ndryshme, mund të kemi spore kërpudhash të mykut të bardhë kryesisht e kështu me radhë, mund të kemi bakterie dhe vaj esencial që ndodhet në gjethet e rozmarinës dhe në këto degzat e njoma, ka këtë ngjyrë të lehtë, të gjelbër, shumë të lehtë dhe një aromë tonike të fuqishme. Duke pastruar inflamacionin në skalpin e kokës, rozmarina fillon që t'ju jap më shumë jetë folikulave në rrënjën e flokut. Pra, shëndosh me vërtet rrënjën e flokut dhe kjo rrjetimisht do të më mbaj tubin e flokut të pastër dhe të shëndetshëm. Është një bim që lidh, si thuash, forcën e detit me trupin, mendjen, me aromën dhe kujtesën. Dikur në traditën e lashtuaj, aty ku rritet rozmarina, mendja nuk harrohet. Por si do ta përdorim atë? Ne te ky emision kemi përmendur shumë pak nga vetit e fuqishme që ka rozmarina në trupin e njeriut, pasi mund të përdoret edhe për kruarit e trupit dhe të lëkurës, mund të përdoret për këto puçrat që njerëzit krijojnë në pjesën e pasme të qafës, aty në ato vatrat e alopecisë, e shumë përdorime. Por si do ta përdorim? Nëse duam që të kemi një tru të çlodhur, marrim afërsisht një lugë gjelle rozmarin dhe në të shtojmë një gotë ujë. E vlojmë afërsisht 1 deri në 2 minuta dhe e përdorim si çaj mbasi ftohet. Pra, marrim afërsisht këto degzat e holla, i pastrojmë dhe këto si degza mund t'i gri me gërshër, mund t'i coptojmë ose mund t'i hedhim kështu si kundër janë. Nëse kemi fryrje barku dhe zorësh, marrim afërsisht një lugë rozmarin dhe 2 dega mendër. Hedhim afërsisht 150 deri në 200 ml ujë. Kjo vendoset mbi sobë të vloj 1 deri në 2 minuta. E lëm të ftohet 10-15 minuta dhe pastaj çaji që ne do të pijmë nga kjo është i mrekullueshëm. Nëse duam që çajin ta bëjmë më të fuqishëm, atëherë shtojmë sasinë e ujit, e bëjmë afërsisht 1 litër, hedhim në të edhe 1 lugë gjelle borzilok, hedhim 1 lugë gjelle barblete dhe 2 fije të lules së basanit. Atëherë, kjo do të jetë më e fuqishme, nuk diskutohet. Le të vemi tashmë tek trajtimet kozmetike, përdorimi i saj në shampo dhe kremra bimore. Atëherë, duke ditur që vaji i rozmarinës është i mrekullueshëm për forcimin e rrënjës së flokut, për nxitjen dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut, kjo jep fuqi vepruese në forcimin e flokut dhe në ushqimin e flokëve të shëndetshëm. Natyra thot, shiko mua me këngjaj dhe merri vetit e mia dhe përdori për fuqizimin e trupit tënd. Nëse ne do të shikojmë gjethtësat e rozmarinës dhe rrënjët që janë me të vërtet të holla të gjata si fije floku, që janë të zonjat për të çarë ato shtresat edhe të gurëve të trash, atëherë po kështu bëhen me të vërtet edhe flokët tona. Po ku mund ta përdorim atë? Për shembull, ne kemi arritur që të kompozojmë në 2 shampo edhe për flokë të thatë, edhe për flokë të yndyrshëm, të mishëruar vajin e rozmarinës në këto të 2 shampo tona. Sinqerisht, të gjithë njerëzit janë mrekullisht të kënaqur nga këto të 2 produkte që kanë jo vetëm vajin e rozmarinës, por edhe sherebelën, edhe livandën e tjera.
Pra, brenda ati kufiri që lejohet për përqindjen e vajrave esenciale, këto vajra esenciale, këto komponime kimike që merren nga degzat dhe nga degzat e rozmarinës, i japin kësaj shampo një vend të veçantë në përdorimet e përditshme. Mundet të përdorim ujin e rozmarinës, të ekstraktuar dhe të pasuruar edhe më shumë me përbërësit fitokimik që ndodhen në këto halëzat e rozmarinës, ne kemi përgatitur një serum për flokët. Ky serum për flokët është i mrekullueshëm për forcimin e rrënjës së flokut, por pa mënjanuar atë përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe ato vlerat antiseptike pra vrasës të bakterieve dhe të mikrobeve që ndodhen në skalpin e kokës. Largimin nga skalpi i kokës i qelizave të vdekura, të cilat si thua ngushtojnë dhe nuk e lejojnë që të funksionojë mirë ajo folikula e flokut. Gjithmonë kjo vendoset pas larjes së kokës dhe tharjes së saj. Sprucojmë në rrënjën e flokut këtë serumin e flokut dhe ne do të vëmë re, jo më si një gjel, po si një super ushqim për flokun, do të më funksionojë për afërsisht 24 orë. Le të marrim maskën e flokut, e cila vendoset 6, 8 deri në 12 orë para larjes. Pra, nëse ne do ta lajmë kokën nga ora 11 i natës ose 12, atëherë dhe kthehemi nga puna, le të themi nga ora 4-5, është mirë që të vendosim pika nga ky vaj esencial, ta shpërndajmë në rrënjën e flokut, ta masazhojmë atë skalpin e kokës 2 deri në 3 minuta dhe vajin mandej ta shpërndajmë në drejtim të fijeve të flokut. Kjo ushqen mrekullisht mirë skalpin dhe folikulat e flokut. Po të shikojmë në brendësi të kësaj mase kremi, ne kemi vendosur vajrat esenciale të rozmarinës dhe të helikrisiumit. Po pse pikërisht këto të dyja? Ka plot njerëz të cilët janë alergjik nga natyra, për shembull, ose ndoshta nga parazitet që mund të ndodhen në organizëm e kështu me radhë. Atëre, kremi me helikrisium dhe rozmarin është i mrekullueshëm për të qetësuar ato vatrat e irrituara të alergjisë në lëkurë. Jo se do të na ndikojë në uljen të histaminës së çliruar në trup, por kjo bën një fashitje të problematikës nga jashtë. Ne e kemi përdorur me shumë efikasitet edhe tek rrjebullat e fëmijëve, edhe tek puçrat në lëkurë ose tek ato aknet. Nëse do të marrim gjethet e rozmarinës, ti thërmojmë, ti bluajmë ose ti grim dhe ti hedhim në një vazo. Po të hedhim afërsisht në 2/3 të hedhim pra rozmarin të coptuar dhe të shtojmë në të vaj ulliri. Macerohen me shumë kujdes lulet dhe gjethet e rozmarinës dhe kjo mund të përdoret si një vaj në gjellë dhe është i mrekullueshëm. Lihet në këtë mënyrë 10, 12 deri në 15 ditë. Nuk nxirret në diell si lulet e basanit, por mbahet në errësirë. Një vaj tjetër që unë e theksova dhe pak më parë për lyerjen e kockave dhe të kyçeve. Ne po te ky vaj mund të shtojmë lehtësisht tashmë speca djegës, ku pjesën më të madhe do ta zërë rozmarina dhe më pak do të hedhim specin djegës. Për dhimbjet reumatizmale, vajin e ullirit, rozmarinën, specin djegës dhe kanellën mund t'i përgatisim kështu. Marrim afërsisht deri në 2/3 e vazos, e mbushim me gjethe rozmarine të grira imët. Hedhim në të një lugë gjelle me specin djegës dhe 3-4 copa kanellë. I mbyllim mirë, i lëm afërsisht 10 ditë dhe me këtë vaj lyejm her pas here kockat, kyçet që dhëmbin. Rozmarina ka vetin të përmirësojë qarkullimin e gjakut dhe të uli ato enjtjet e gjunjëve. Në rastet kur një njeri ka një inflamacion në fyt, në vështirësinë frymare kështu me radhë, nën këshillën e mjekut mund ta përdori edhe pse mund të jetë më i vogël.
por gjithmonë duke respektuar dozat. Atëhere, një vaj rozmarine i kombinuar midis vajit esencial dhe atit rozmarinës mund të përdoret nga fëmijët e vegjël, 1 deri në 2 pika në ditë janë të mjaftueshme. Ky ishte emisioni për sot. Mos harroni na ndiqni në emisionet e radhës. Mirupafshim.